sot Spaku ka bërë lëvizjen e radhës. Atë që shumë kush po e kërkonte dhe priste dhe thoshin, madje kishim ngritur dhe pikpyetje që kush e vuri në Spaku në gjumë. Sot Spaku ka zbarkuar me një mision që quhet premtimi për shkak të krimeve zgjedhore dhe ka mësymur në Shkodër dhe në Lezhë. Bëhet fjalë për sekuestrime, bllokime të trojeve, telefona celular, por ajo që ka rënë në dorën e Spakut janë lista emrash votuesish, zoti Basha. Mendoni që ju prekeni nga ky krim elektoral? Pa diskutim, çdo shqiptar preket nga ky krim elektoral. Bëhet fjalë, sipas informacionit paraprake, për Tom Doshin, që është një blerës kronik votash në Shqipëri. Herën e kaluar ka arrit të blej 3 mandate deputetësh, ka arrit nxjerr këshilltar në Përmet, në Gjirokastër, në Vlorë, por nuk bëhet fjalë vetëm për të. Po kemi edhe Tom Doshin sot që bën thirrje Spakut që të jetojë kryetarin e Bashkisë Shkodrës. Po kjo s'do të thotë që kryetari i Bashkisë së Shkodrës nuk blen vota. Këtu nuk bëhet fjalë për një hajdut apo për një blerës votash. Është një sistem i ngritur mbi blerjen e votave mbi krimin e organizuar. Ne këtë e dim fal Spakut për hetimet e zgjedhjeve 2021-shit, ku Jurgis Qyrbja, ish deputeti i Ramës sot në arrest, është kapur në përgjime me bandat e Durrësit, si rezultat të cilave vetë mandati i Edi Ramës në Parlamentin e Shqipërisë është rezultat i bandave të Durrësit. Sa vota prisnit ju në Shkodër dhe në Lezhë? Kjo ishte pyetje, domethënë, dhe nëse vërtet ka blerje të votës, mendoni që kjo gjë do t'ju prek ju si koalicion? Ne presim shumë vota në Shkodër. Lista jonë edhe nga kundërshtarët dhe nga rivalet është quajtur që në fillim si lista më e mirë e Shkodrës. Ne presim pa diskutim që kjo të përkthehet në mandate për ne. Luftojmë që t'jenë më shumë se një mandat. Pa diskutim kemi bindje që shumë prej votuesve tanë janë nga ata cilët jo kollaj ju blihet vota, por blerja votës apo problemet me numërimin e votës janë plag që kanë prekur zgjedhje pas zgjedhjesh në Shqipëri. Kjo tashmë është e faktuar. Ndaj në përgjigje mund të them vetëm respekt, mbështetje totale Spakut dhe e di, dhe ky është një mesazh edhe për votuesit, e di që plani i punës Spakut përfshin jo vetëm goditje të tilla, por dhe goditje gjatë ditës votimit dhe gjatë procesit numërimit